çfarë do të thotë ti nështrohesh vërtet Allahut? Zemra është më e qetë, zemra është më e sigurt, zemra rreh më ndryshe. Rreh me la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, rreh me nënshtrim ndaj Zotit. E ka kuptu, e din pse është kriju. E kupton besimtari kaderin e Allahut, nënshtrimin ndaj Zotit. Çdo sa është në dorë të Allahut, çdo gjë na ka caktuar Zoti xhalla shanuhu, të mirën e të keqen. Atë ditë që s'ma ka shkruar pse më tut. Se s'është e shkruar. Atë ditë që ma ka shkruar me dek, atër pse hapet më tut kur ai veç ka më ardh. Ti ndash dil me strano, ndash rri komode, ja ka më ardh çat ditë. Për me dash 2 ditë më marr pushim, ajo duhet me pyet shefin e vet. E kjo tjetra e cila ka najt i ka rujt fëmijët, 5, 6, 8, 10 fëmijë. Edhe i ka duku ka qenë institucioni i familjes, ka përgatit, ka qenë si zori në shtëpi. Thot kjo s'është, domethënë s'ka liria e ka liri. Që ky sebepi më pshtoi mu, ja. Mu më pshtoi Allahu. Sebepi ishte shkak, veç shkak. Mjeku ishte shkak. E prandaj nuk thojmë më pshtoi mjeku, më shëroi mjeku, Allahu. Mjeku ishte sebeb. Pra ne i marrim sebepet se e kemi obligim me i marrë sebepet. Pse zemra nuk gjen qetësi tjetër përveç se me përmendjen e Allahu xhaleshanu? Namazin jo, tespe jo. Çu kemi kalu jetën, ditën, çu kemi kalu. Prandaj njeriu gjan qetësi edhe nëse është i vetëm përmendjen e Allahun, i nënshtrohet dhe i qetësohet zemra me përmendjen e Allahut. Pasha Zotin, monal me një tërë për shall me shkuherën në saban xhami ose për akshamit me nejt deni atësi me lanë veç një dritë vogël në xhami ndez me përjetu atë qetësinë edhe me thonë ja Allah, elhamdulillah që më ke kriju më ke bë musliman. Selamu alaikum, jemi përsëri me podcastin ton me hoxhën e nderuar, hoxhën Lulzim Susuri. Hoxh, kënaqësi që të kemi në mesin ton. Faleminderit, aleikum salam, rahmatullah, Allah shpëlbeft aty për këtë mund. Hoxh, çfarë do të thotë ti nështrohesh vërtet Allahut? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allah në falenderojmë, salavat e salamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Ashtu si e përmendë ti, temat tona kanë këtë karakteristikë, këtë veçori që kanë të bëjnë me anën shpirtërore të besimtarit. Në këtë radhë si duket e ke përzgjedh nënshtrimi bindja ndaj Allahut azza wa jall. Ti nënshtrohesh Allahut, ti bindesh Allahut, do të thotë se ti e ke gjetë rrugën e vërtet për të cilën je kriju. Ti e ke gjetë sebepin, shkakun real për të cilin ka në këtë dynja. Se Allahu xhalla shanuhu ka përmend në Kur'an, e gjenet dhe njerëzit i kam kriju që të më adhurojnë. Pra për asgjë tjetër si ka kriju Allahu, por që të adhurojnë. Krejt sebepat tjera janë gjëra dorës së dytë. Domethënë krejt veprat tjera, krejt mundi jashtë adhurimit të Allahut është në shërbim të adhurimit të Zotit. E adhurimi i Zotit çfarë do të thonë në nështrim ndaj Allahut. Prandaj edhe ti nënshtrohesh Zotit do të thonë të ecësh në rrugën e saktë për të cilën je kriju. Për asgjë tjetër. Si ndryshon zemra e njeriut kur ai i nënshtrohet sinqerisht Allahut? Padyshim që zemra në momentin që i nënshtrohet Allahu xhalla shanuhu, ajo ndryshon për mirë. Për arsye se e ka gjetë realitetin e vet ku duhet me qenë, e ka gjetë atë kallopin, e ka gjetë atë kodin, e ka gjetë atë domethënë fshehtsinë. Dhe në momentin që i mbështet apo i nënshtrohet Allahu xhalla shanuhu kjo zemër, ajo ka më ndryshu. Çush ka më ndryshu? Ka më ndryshu edhe në gjallëninë e saj, edhe në aktivitetin e saj, edhe në qetësinë e saj. Edhe në çdo gjë që e rrethon, domethënë si anën fizike ashtu edhe anën psiqike apo shpirtërore. Domethënë zemra është më e qetë, zemra është më e sigurt, zemra rreh më ndryshe. Rreh me la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, rreh me nënshtrim ndaj Zotit. E ka kuptu, e din pse është kriju. Edhe kjo zemër edhe nëse në kalumën ka pas vrejtjen ta, për shembull, ka qenë stërmbushur me mëkate, ka qenë enzim me të këqija, Zoti na ruaj. Në momentin që fillon me u nënshtru Allahut azza wa jall, pjesërisht apo tërësisht, ka fillu edhe me u zbardh, ka fillu me u zbut, ka fillu me ndje një dhimbje për dikan për shkak që deri dje s'ka ndje dhimbje, sepse zemrat e ngurta nuk ndjejnë dhimbje. Zemrat e ngurta e shohin të varfrin duke ose fëmin e tij ose jetimin duke vdek. Nuk kanë mëshirë ndaj. Edhe nuk kanë, pse nuk kanë ndjenja ai nuk ka ndjenja. Prandaj na themi që mëkatarët ose njerëzit që i shohim në përbot se si
i vrejnë fëmijët ose përjetojnë fëmijët, fëmija shkon mi marr ushqim në dorë ti, ai nëse më dhon ushqimin ose jep ushqimin, edhe në moment që vot edhe ose lun me ta ose e vran. E tash ti thu, çfarë zemra është kjo? Çfarë njeri e shef fëmin pa ushqim, ai e gjon ushqimin ndoshta në ujë ose djeg ose gjon burllog e nuk e jep. Ti thu tash, a ka kësi njerëz me matematikën tane, i bjerë mos me pas njerëz të tillë, pse? Se ti e të bo analiza me zemrën tane që nosh, me një zemrë të nënshtruar ndaj Allahut, e cila e di se është haram me gjujt ushqimin, e cila di që nuk i lejohet besimtarit me fjet i ngopur kur komshiu i tij është i uritur, kur besimtarët janë si një trup i vetëm, nëse një pjesë e trupit është e smur ose ndjen lodhe, ta natën s'flan trupi, nuk ndjen qetësi, jo me thonë, po më dhëm kama, po syt po më flajnë, ose jo, krejt trupi rën. Ti me këtë zemrën tane i ban matematikat e sakta, pa i nuk e ka këtë matematikë. Prandaj shpesh na gabojmë në momentin që thojmë çfarë zemra është kjo. Jo. Për ta shumë është në rregull, sa ati ka vdek zemra. Ai nuk ka zemrë të nënshtruar. Ai nuk e analizon sanet, nuk e ka ngjall, nuk është në atë rrugën që duhet me kanë, sikurse përmendëm në fillim. Edhe ban që ata, ajo është në gjendje me shku me bo gjëtime me njerëzit, me fëmijët, ajo është në gjendje me shku, domethënë me marrë një fëmijë, me dhunu, me mbyt tërësisht edhe me hangër. Edhe me hangër, me bo një gjë të tillë, ajo është në gjendje me shku, me mashtru këndmundet, me keq përdor këndmundet, sinqeritetin që njerëzit ja kanë dhuru, me ja keq përdor njerëzve. Shohim domethënë që çdo sa në vendet evropiane është bë materializëm, se zemrat kanë vdekë. Po kanë vdekë, prandaj ti shati domethënë që kërkush nuk martohet me kërkan, pse bashkëjetojnë. Shkruajnë epshet ashtu poshtë nalt sikurse bëjnë kafshet, edhe pse thotë jo se gruaja më marr gjysmën e pasurisë ose kështu ose ashtu. Domethënë tash ndoshta ai nuk e ka gabim me matematikën atyne, sepse ka keq përdorës nga ana tjetër. Edhe ky tash i shkreti s'ka faj, se ky tani edhe ka punu, ka bën, ka mri. Po tash na aty vëm faj këtij, aty vëm atij, apo ti vëm sistemit, mentalitetin në cilin ata kanë jetu. Prandaj zemrat e tilla domethënë shumë normale janë me ato matematikat e veta ty bë. E na habitemi. Prandaj edhe ka raste kur prej tyne shkojnë në një vend musliman që është ndoshta shumë i thjesht, i pa civilizuar ose me mjetet të jetesës shumë primitive, por ai e gjen qetësinë sepse i ka provuar ato gjërat atje, edhe tash tu gjen qetësinë. Pse gjen qetësinë? Se ka gjetë njerëzillokun, e ka gjetë nënshtrimin, e ka gjetë qëllimin pse është kriju. Pse është kriju? Me një shoqëri muslimane që zemrat e tyne e kanë gjetë vërtetën edhe kështu janë rahat. Bindja ndaj Allahut a llogaritet kufizim apo është liri e vërtet? Tash në realitet ajo llogaritet liri e pa kufizuar, llogaritet trimni, llogaritet burrni, llogaritet krenari. Po llogaritet në matematikën tonë. Nëse dalin te matematika e materialistëve, ata thonë ju keni kufizime. Ama pse kur ti thua ti kufizime, thotë keni kufizime për arsye se thotë ju ndaleni për shkak ndalen nga alkooli. Ju keni kufizim. Ju ndalen nga amoraliteti. Keni kufizim. Sipas ti, gjithmonë po flas. Ju detyroni me fal namazin, kjo është kufizim. Ai thotë unë i bëj krejt ato të cilat thotë unë kam liri. Por sipas analizës ti, e tash nëse na e kthejmë në analizën e saktë, se dikuj matematika 2+2 ja qet 12, as jo 5, po 12. Domethënë, na i themi ka dalë, ti mundesh çush dush mi bë analizat e tua, por e vërteta është ndryshe. E tash. Nështrimi ndaj Allahut pse është liri? Vetëm një shembull të vogël shumë. Kush i tutet grus? Grus i tuten të pamoralshmit. Ata që janë të ndershëm, që janë besimtar, nuk e tuten. Pse ti fregon? Pse me pas arsye? Pse me pas arsye? Tjetër është respekti, mirëkuptimi etj. Tash, një besimtar i cili ndalet nga moraliteti, zban moralitet, i cili e ul shikimin, i cili nënshtrohet Allahut, i cili edhe në 12, në 2, 3 natës, nëse është jashtë shtëpisë, është e sigurt gruaja e tij se ai nuk është në haram. Tash, ky besimtar është shumë i lirë, shumë i vendosur, shumë burr, shumë komod, se nuk e ka gale se në shtëpi kujt duhet më arsyetu. Mi thon llogari.
edhe me qitë prej shtëpisë, domethënë gjysmë natës, pse s'erdhe ku ke, hajde del pi shtëpisë. E tash, kush është tash këtu ai që ka liri? Kufizim apo liri? A unë? E domethënë, pastaj në momentin që ne i nënshtrohemi Allahut, zemra pse gjan liri? Na nuk i tutemi për shembull vdekjes. Na nuk i tutemi kancerit. Na nuk i tutemi armikut. Prandaj thot një poet thotë, kur e kupton besimtari kaderin e Allahut, në nështrimin ndaj Zotit, çdo sa në dorë të Allahut, çdo gjë na ka caktuar Zoti xhaleshanuhu, të mirën e të keqen. Thot, atë tutëm prej vdekjes, me pas frikë prej vdekjes. Në atë ditë që s'ma ka shkruar Zoti me vdek, atë kam frikë prej vdekjes, në atë ditë që Zoti më ka shkruar me vdek. Domethënë, atë ditë që s'ma ka shkruar, pse më tut? Se s'është e shkruar. Atë ditë që ma ka shkruar me vdek, atë pse hapet më tut kur ai veç ka më ardh? Ti ndash dil me strano, ndash rri komode, ja ka marrë qatë ditë. E qka me bo? E mos o tot, asa ditë që të ka shkru, asa ditë që s'ta ka shkru. Se s'ki qka bën. Prandaj, vetëm një sen me e kuptu. Muslimanët në për beteja, kanë qenë ata cilët kur kanë shku në bete, hiç se kanë pas gajla, kanë me deka jo. Mbështetjen e kanë pas fort. Po ata e kanë liru zamrën nga robria. Ata kanë ditë që i vetmi që duhet me ju nënshtru, me ju përull është Allahu. E kanë kuptu se jeta dhe vdekja i është shkru 50.000 vjetë para se mo, kriju gjësia dhe i është caktu, i është vullos të konë barkën në nanës vetë. E tash, kur kanë shku ata në bete e Khalid ibn Walidi, po thotë për uvimeni ushtrije cila e do vdekin ma shumë sësa ju që dëni jetën. Ma thonë, e tash, që kjo të rimni, kush mundet përveç një besimtari që e ka bindjen edhe në nështrimin e plot në kaderin e Allahut edhe në fuqinë absolute të Allahut edhe të tewakulin, kush mund me pas tjetër? Hajde gjajti një burim të pareve, një burim shpirtënor, një ibadet saktum të jogës atje edhe të mogës, edhe gjama që mundet me e bind një njeri se çdo e mirë edhe keqe, ka me të godit kur e ka shkruar Allahu xhaleshanuhu, edhe më mbledh këtë bota me ta bëni të keq që s'mundën me ta bëni nëse s'ta ka shkruar Allahu, po edhe me dash me ta bëni të mirë që s'ta ka shkruar Zoti, nuk mundën me ta bë. Pejgamberi pas e ka vazhdu hadithi, rufiati l-aqlamu wa juffati suhuf, janë ngrit lapsat që shkruajnë kaderin, edhe janë terë fletat apo libra do ban u mbyll, u kry kaderi Zotit. Prandaj në nshtrimin e Allahut është liri. Ndoshta do t'i shkon arsysh me bën një temë, jo kështu si në titull, me bë veç komplet një titull, se sa njerëzit janë të robruar pa e ditë, ka njerëz që i tutën shefit, ka njerëz që nuk e bën në ora 5 alarmin me fal sabajin, e bën në ora 7 me shkon punë, se më shumë tutet prej shefit se sa prej Zotit. Kur ti thotë ti duhesh më fal, mundohet me ta gjetë një arsye të rrahshme, më vallahi pak as ideale që është pa çefe, mundohet me ta pështellu. Shefit pep në kom. Ne nuk po themi, nuk jemi të dash me bëha, domethënë arrogant ndaj shefave, ndaj përgjegjësisë karshi kompanisë e cilat t'jep rrogë edhe duhet me punu. Nuk jemi qëllimi ky. Por se domethënë ta dim se kuj duhet më nënshtru minet pep në kom. Allahu azza wa jall, namaz. Këto janë kretë sebepe, pa i nënçmu. Ama firma ku te merr rrogën është vetë sebeb për me të ardhur rreziku. Shefi është vetë sebeb. Rizkun e kemi nga i lartë. Allah ka dhënë fi semai rizqukum, risku ju është në qiell. Prandaj gjajeti një pejgamberve që është tut. Gjajeni një pejgamber. Ibrahim alayhis salam tu në zjarr nuk është tut. Musa alayhis salam me superfuqin mrapa faraonin me ushtri para detën nuk është tut. Pejgamberi alayhis salatu wasalam kanë dhënë 100 deve për kokën e tij, o shuj i madh i vogël me lypi ka thënë Ebu Bekrit radhiyallahu anhu la tahzan. Qet, besu tut. Inna Allah është me neve. Ne kena marrë sebepet që sa duhet, është në shefat e ku duhet, e ka marrë personin që e tregon rrugën, i ka hub fërkemt apo gjurmët me dele, aty kanë kalu delet, mos më pa. Që kaq? Tjetërin leja Allahu të zgjel. Prandaj, me bo me dit ata të cilët nuk e kanë bindjen ndaj Allahut sa duhet, me dit kush është Zoti jonë, çfarë fuqie ka, çfarë mëshire ka, çfarë dashni për robët e vet, sa shumë i don ai. Qysh i mbikëqyr me kujdes, me rahmet, me mëshirë, me falje. Ata kishin me ardhur në nështrim ndaj Allahut dhe kështu kishin me u liruar nga kjo robni. Kjo është edhe sebepi që jeta të cilën të bëjnë të shfrenuar jo muslimanët, nuk ngjajnë qetësi.
Se ata e din, vallahi e din. Në momentin që kanë marrë gruan e kanë qitë, domethënë kanë detyruar me punu, me shku me punu ka 8 orë 10 orë me këpucat nalta edhe ty u shtramu edhe kurrizi i shpinës, domethënë ty u busqesh. Para mendoj dal domethënë në perëndim gruaja e reklamon çekiçin. Para mendoj çka ka punë gruaja me çekiçin. Po pse sa thjesht domethënë është një mjet ose si më thon, si ta quaj. Po domethënë që duhet patjetër me dale tash e mendon që ka liri. Mendon që ka liri. Për me dash 2 ditë më marr pushim ajo duhet me pyet shefin e vet. E kjo tjetra e cila ka najti ka rujt fëmijët, ka rrit fëmijët 5, 6, 8, 10 fëmijë. Edhe i ka duku ka qenë institucioni i familjes, ka përgatit, ka qenë si zoj në shtëpi. Thot kjo s'është, domethënë s'ka liria e ka liri. Në momentin që i thën kufit Allah të zgjel, je bë rob i epsheve, ose i frikave, ose i kajtjeve. Cëllën dush, s'është problem. Në momentin që nalesh te kufit e Zotit dhe i respekton ato, ti ke fitu lirin absolute që Allah ta ka garantu. Po thom, absolute, mos më keq kuptu me këta, të ban lirin që Zotit ka thonë që to nëse i ban ti e mos të pi kërkuj. Besimtari që i nënshtrohet Allahut, nuk i nënshtrohet kërkuj. Besimtari që e di se risku është ndor Zotit, nuk i nënshtrohet kërkuj. Besimtari i cili e di se jeta dhe vdekja është ndor të Allahut, nuk i tutet jetës as vdekjes. Le të dalin 100 analiza, le të thojnë se filani ka une ose ai tjetri kancerin, absolut nuk e kem gajlat punë. Absolut hiç. Ama as 100 e sekondës nuk na shkon me në fort me utut. As nuk na dhimet jeta as shpirti sa një fije flokëve që na bën. Pse? Po në kaderin e Allahut jemi na. Prandaj, vetëm nëse mundohet dikush thjesht me tut me korrit veten. Rrim shal ose ka me të vrap, ku e di çfarë. Korrit veten. Besimtari nuk friksohet. Nuk e bjen veten me bani punë të haramit, që pastaj mu detyru me mbyll. Mu detyru me shku mi kërku falje për gabimin e vet. Ajo është mesele tjetër. A kupton? Por se duke kuptu këto na themi ka liri që nuk mund të përshkruhet vetëse duke u përjetu. Vetëm të meselja domethënë që sa është i përhapën kancerin në kohët e fundit edhe ajo frika njerëzve ku. Nasi besimtarë bon qomin sabah, alhamdulillah. Po kur vjen akşamin na nuk e presim sabahin. Kur vjen sabahin na nuk e presim akşamin. Çdo ditë jetojmë sikur më kanë fundit. Na i kryjmë ibadetet, çdo ditë i shtim ibadetet në xhep. Na falim sabahin. Si e forcon lidhjen namazi i dhikri me Allahun xhaleshano. Ibadetet. Po, kjo i dashur Islam, kjo pra çështja e namazit dhe dhikrit, ndoshta mendoj që mas çështjes së besimit, besimi është çështje shpirtërore, ajo praktika që e nënshtron robin dhe Allahu azza wa jall e kompleton është namazi. Dhikri është më i përgjithshëm, namazi është edhe dhikr, edhe nënshtrim praktik, fizik, është edhe lidhje hynore, shpirtërore me Allahun, se domon aty preton namazin. Është edhe falënderim. Është çdo lloj ibadetit është i përfshim në namaz. Është i përfshim. Por namazi ka disa kushte të cilat edhe disa momente, disa orë të caktuara, disa forma të caktuara të cilat ata e bëjnë më të kujdesshëm besimtarin karshi namazit. Atë dhikri është më i përgjithshëm. Do të dhikrin jetu e vozit autobusin, jetu e vozit kamionin, jetu e vozit tu në lokali, jetu pi kafe, bën dhikr. Por prandaj është mirë e dhikrin sa më shumë me shfrytzu. Vallahi është ulemat kanë përmend, kanë thonë është një dhurat, një hedije. E mshef që Allahu ja jep besimtarit kur e inspiron me bë dhikr. Është një nënshtrim non-stop. Pra mendo ti njeri i cili punon 8 orë, 10 orë taksi, edhe 8 orë bën dhikr. Edhe 10 orë. Kjo është e pa imagjinueshme çfarë mirësia i porrin me Zotin, po flet me Zotin azza wa jall non-stop. Është një nënshtrim ndaj Allahut, edhe pse on tu punu. As lypet avdes, as kthim nga kibla, as pale çfarë përkushtimi a namazi, po duhet me pas përkushtimin, kthimin nga kibla, avdesin, reqatët në kam, menet, në rukun sejdë. Por që të gjitha këto janë domosdoshmë sebeb se që ty me të majtë të nështrum ndaj Allahut. Në momentin që e fal drekën, ty nuk mundesh me shku me bën në gjuna dhe me zgatshëm muhabetin, se të vjen i qenia, ki marrë apet me nështru Allahut. Ai i cili nështrohet dreke, i qenia, akşam e yatsie, nesër sabah, pare maj nuk shkon te harami. Rrin aty ku duhet, mrena kufive, se nuk e le, sikurse një fëmijë që është mësu për shembull edhe e humb ka pak vëmendjen, shkon mësuesi ose prindi thotë,
Mësa, apet kthehet te libri. Kështu është edhe namazi, e man të nënshtruar ndaj Allahut, nuk e lë me dal edhe e inspiron shpirtnisht. Prandaj edhe studimet shkencore vërtetojnë që ata të cilët falin namaz janë më të qetë, janë më besnik, janë më të vendosur, janë më i rinë termineve më gati, sepse 5 herë në ditë ka termin me Zotin. Çdo ditë lun është problem, 2 ditë eventualisht 3 në herë. Aty këtu më kon po do të njëjtin minutë akşami. Ndodh, ama shumë rrallë. Tash ky person i cili është kaq i kujdesshëm, është kaq i pastër, kjo është i nënshtruar ndaj Zotit, i bën sejdë Allahut azza xal, e din që është të fol me Zotin, namaz është të fol me Allahun. Në sejdë është mas afër me Allahun. Çka mos më kon i nënshtruar? Ja, kjo është i nënshtruar. Ose kur themi ai i cili i ka raportet e mira me Allahun, padyshim që raportet edhe me njerëzit i ka në rregull. Patjetër se edhe nga aspekti se ai është kur është i mirë me Zotin, detyrimisht ai që është tamam hakikat besimtari me të fola, nuk kemi të fol për dallavergjita. Po, që kanë islamin, haxhillokun dhe kapuçën e mjekën për biznes. Jo, jem të fol për kanë duhet. Ai ka ndërheqë raportet me Allahun, nuk ka mundësi më kon keq me njerëzit. Sepse ai e di çka është mëshira, e di çka është xheneti, xhehenami, sejdja, edhe kujdeset për tjerët. Ai e fal namazin, edhe është e ruan namazin. Mas me njerëzit, mas namazit e ruan çat namaz që e ka fal. Pra, i rregullon. Po ashtu edhe, një njeri i cili i ka bë trajnim zemrës që më nënshtru Zotit. Ai është e trajnuar është e zemra dhe më koni kujdesshëm ndaj njerëzve, hatri çati Zotit. Prandaj ai që fal namazin, nuk shkojnë në pazar atje dhe me shit misrin ose grurin e të mykun për shembull ose të lagur. Që shka vepruar kone pejgamberit alayhis salam kur Resulullah ka thonë çka është kjo? Ka thonë pak e ka lag shiu ose vllaga i ka hy. Ka thonë leysa minna min ghashna ose nuk është për nesh ai i cili na bën hile, na bën dallaverë, na mashtron. E kështu që padyshim që është i mirë edhe me të tjerët në momentin që ai nënshtrohet Allahut me Allahun. Çka do të thotë tawakkul, mbështetja në Allahun kur njerëzit kanë vështirësi dhe sprova në jetët e tyre? Ndoshta do ta kisha konsideru nëse është mbështetja në Allahun azza xal dhe në nënshtrimin ndaj Zotit, ndaj Zotit, në tërësi, atëherë tawakkuli, mbështetja në Allahun azza xal është një prej atyne fruteve edhe kulmi, mos tham qershia mbi tort tash, me thonë se veç kjo se është për mi tawakkulin është yaqini, ajo është hala ma e veçantë diçka që mrin vetëm shumë e vlia të veçantë aty na mund të thonë veç me raba atyne që mrin ato grada, lësë Allah që të na bëj për atyne që mrin në të tilla. Tawakkuli që i bie mbështetja në Allahun xhela shanuhu, mas pari nuk duhet ta keq kuptojmë. Tawakkul është me mbështet Zotit xhela shanuhu në çdo sen. Ti dorëzosh zemrën Allahut xhela shanuhu. Zot që tunë jam, çka ke shkru, çka ke vendos, çka do të ndodh, bojrëm nuk e kam gajle. Por kjo nuk na ndalon që na më i marr sebepat. Fetarisht na nuk besojmë në sebepe, në atë aspektin që me menu që ky sebepi më pështoj mu, ja. Mu më pështoj Allahu. Sebepi ishte shkak, veç shkak. Mjeku ishte shkak. Në prandaj nuk thojmë më pështoj mjeku, më shëroj mjeku, Allahu. Mjeku ishte sebep. Pra na i marrim sebepet se kemi obligim me i marr sebepet. Edhe është ndaluar fetarisht me qenë mutawakil. Mutawakil është ai që si merr sebepet. Edhe thotë po mbështet, ama çka? Hajt se mund janë risku. Çon saba pejgamberi alayhis salam, i cili hyri në xhami dhe e la devën e tij pa e lidhur. Po. Kurse në këtë rast e ka pyet pejgamberi alayhis salam, ku e laje, tha jo mbështet. Ja ku mbështet Zotit. Po. Po e ke marr sebepet ti, jo nuk i ke marr. Atëherë kjo është gabim. Po. Kjo është një mësim që për çdo rast njeriu duhet të merr sebepet, pastaj të mbështetet në Allahun xhela shanuhu. Shkon te mjeku, ja merr infuzionin, ilaçet e doktorsan, i marr por prej fillimit deri në fund thotë Allah, nimam, dorë tonë jam, ti je vetëm që ma ke dhënë jetën, që ma merr shpirtin. Edhe kur ta hapin ilaçin, hapin, bismillah, o Zot shërimi vjen prej teje, ky ilaç është sebep. Në këtë formë çohet saba me lyp riskun, bismillah, pastaj ndorë të Allahut, ama qohet e lyp riskun, e mjell misrin, e mjell grurin, e mjell bafqen, e mjell ata, fillon
e qel internetin për me bërë reklamat biznesit vet, çka ka biznesin e vet, e kështu me radhë. Sebepet na duhet mi marr. Kur na gabojmë në këtë meselë, në momentin që mendojmë se ai tjetri është i marr më shumë sebepet se na, prandaj ka risk. Jo. Ai është i marr sebepet, edhe na jemi të i marr, por risku është të ardhur nga Zoti aty, është ja për X arsye. Ndoshta edhe pse i ka marr sebepet më shumë, por jo të besojmë se nëse unë i marr, mos po mrillon, ndodh që ti marr 2 fish më shumë saj, çon risk Allahu se ati. Pse se risku ndër Zotit. Prandaj na themi mbështetja në Allahun xhaleshanu, pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka pas mbështetje absolute. Në përbeteja i ka vesh teshat e hekurit, ka bo dua, i ka marrë sebepet, i ka vendos ato hendekun e ka qel, edhe ka thonë bismillah. Prandaj Allah i ka thonë fa idha azamta fatawakkal ala Allah, kur ke vendos mave që ke analizu sanët, ke mrinë një përfundim të caktuar edhe përdojnë me marë një nismë, një iniciativë, fatawakkal ala Allah, tash më shtetë ju Zotit. O Zoti, kreva unë ka ana jame, po më shtetëm të ti. Prandaj edhe Omer radhiyallahu anhu ka thonë unë e baj gajlen e duas, nuk e baj gajlen e përgjigjes. Pra unë lutëm përgjigjen e këthen e qanë Zoti, edhe koni bindën që e qanë. Çka ne e pjene e me kuptu se na mi marë sebepet, me bo dua. Pastaj me pështet, Allah të zgjel për pranimin e saj. Kështu që unë mendoj që në shoqërinë tonë ku jemi tu i pa njerëzit, mendoj që ka keq kuptimin nga të dyja palët, ata të cilët shumë mbështeten pa i marrë sebepet, edhe ata të cilët i marrin sebepet më shumë se çka duhet. Pra që të merr sebepe me haram. Na deri sot, kuj i kemi thonë, edhe vetë që kemi provu, edhe kuj i kemi thonë, ja, këtë sebep zban me marë. Po, shtetë Allahut, veç halal merë. Për shembull për punësim, vajzë, me shami, ose besimtar me mjekër, s'pe merë në punë, jo duhet atje për me shtim, ose me bata, duhet me korruptu filanin fistekin, për me marë lejen, duhet me dhanë 50 euro, 100 euro. Ja, zban. Merë sebepet halal këtu nalu, pasha Allahin. Pa të rasin me të shpejt dje, freskët, dje. Motër musliman në Gjermani po dojnë, jo kime punu kështu, kime me mbules. Jo, veç, po më shkruan u kryoj e pranun. S'kan qare pa pranun. Nuk kan qare nëse ti ke marrë sebepet halal, je e kualifikume për qatë zanat. Ke mri notat më të nalta, i ke marrë sebepet, po ti tash kret notat nishet, Kosovës nishet, sa atjem do këtë maj mirë është nota nish. Nishet Kosovës, a tash ja vallaj mu për shami së mlan, jo. Jo, për ndoshta për notat e tua. Merri sebepet, nuk ka deri sot ai i cili është tregu i suksesshëm në shkollimin e tij, në edukimin e tij, në amanetin e tij, edhe që Allah mos më aqel rrugët. E rëndësishme mos i merr sebepet haram, veç halal. Mbështetja e Allahut. A jemi të folë për temën mbështetja në Zotin? O kryej puna. Von kaderi Allahut ka me kamartë ti ndoshta ta kam shel një derë, ti qel 10 tjera, nuk dihet ku është hajri. Por shpesh kemi dëgjuar ma vonë që mirët vesh. Shpesh kemi dëgjuar që një person, një musliman e kalon një punë për hir të Allahut, që Allahu ja ka hap dyert 10 fish apo 100 fish më mirë. Thjesht ka qenë i sinqert ndaj Allahut. Patjetër, se duhet me bëm për izat Zotit. Kush e lën diçka në haram për izat Zotit, Allah e kompenzon me diçka më të hajrit, por duhet të me bindje me ba. Jo veç po e lën në haram kur ka ardhur puna që jo Allah mos po mëson policia të ushit drogë. Tash më pelon për ja. Ti kur ta lën kur je në kulmin më të madh të biznesit të fitimeve, be asaj, pe ati harami, alkooli, droga, ne edhe thu ka dal, kona haram kjo? Vallahi du me lën stakfirullah për izat Zotit. E pasaj me jetu me 5 euro edhe 10 euro, edhe sa Allah o zhjel të shtin shtrydh një herë mirë, gjithë se cilën, se nuk ka mundësi me thonë dikush, prej asnjë për njerëzve, besua me Zotin mos mi sprovu, kam i testu gjithë se cilën, me patë sinqertin për ati cili ka veç, lafe goje. Cili është dallimi mes atij që mbështetet Allahut dhe ai i cili mbështetet në këtë dynjë, i cili nuk i merr sebepet. Pak a shumë e përmenda i dashur Islam, ti mbështetesh Allahu xhalla shanuhu është pjesë e imanit. Është pjesë e imanit. Të mos i mbështetesh Allahu xhall, edhe të mos i marrësh sebepet, është mëkat. Të mos i mbështetesh Zotit azhjal, po thjesht thosh unë vetë baj. Unë vetë jam i Zotit, siç ka thon Karunin kur Musa alayhis salam, kjo e çon njerin edhe në kufër. Kjo e çon njerin edhe në kufër në base rrethonave të caktuara. Po të mos i marrësh sebepet është mëkat.
Pra mos më mbështet Zotit, është gjëna shumë i madh. Ose kemi hoxh persona që kanë ndonjë sëmundje apo magjia, mësyshi këto, nuk i drejtohen xhallarëve, por shkojnë te magjistarët apo te fallxhort. Kjo i bën që nuk i mbështeten Allahut, po i mbështeten personave, individ që mendojnë që i bëjnë zgjidhje. Kurse zgjidhja kryesore që mundën me bë është tek Allahu. Këto po e bëjnë sqarim këtu. Masi e përmendën një shembull tjetër, shumë shembull i qartë i mirë. Kemi raste plot që ndëgjojmë. Po, se kur ti thuti 2-3 seanca, 5, 10, ndoshta dush, një vjet 2-3, kam pas një rast një motrë muslimane, 4 vjetë e 9 muaj, çdo ditë ka lexuar surën Al-Baqara, çdo ditë, 4 vjetë e 9 muaj, derisa Allah e ka largu magjin. E tash ai priton dikush që s'ka iman, 4 vjetë e 9 muaj më marrë me këtë çështje. Priton thotë unë kry një fakultet dhe magjistraturën e kry për çat kohë çka ban. Shkon apton taj magjistari i ban letra, lun me ta, ban hajgare me ta, e çet në një nivel domethënë të ignorantit, ja e pa ty do letra dhe i thot dheze qëta dhe që të kryt për mija, apëton që të një plafat për mija dhe le të tjena timin në gojen, trupe tjere. Lunë me të jam marrë një 500 edhe me ndonë që andodhë që më shëru, po ndodhë më shëru pëse, Allah zgjali që në sprovë për njerëzit. Vetë magjistari ja bon magjin ose në bashkëpunim me shetan, pastaj e largojnë qëta shetan që kanë bo, qëta largojnë, sikur se hajni cili natën vjedh ose të vret, vrasi, nesër të vjenë të varos. Njëjtë janë ata. Edhe nuk i marrin sebepet halal, po i marrin sebepet haram. Edhe ti ke shkuarja për me borukje, edhe këtu një gjatë duhet ta kem parasysh mas jem të folë për mbështetjen Allahun edhe të vëkullin apo marrin sebepeve. Edhe te rukja, gjë ma mirë, forma ma mirë është që besimtari mos me kërku prej kërkuj mi borukje, por me kërku nga Allahu Azhjal vetë shërim, direkt ai lidhja e fort me Zotin. Mi borukje vetit. E para është me bë dua, me u lidh me Allahun Azhjal përmes ibadeteve tjera. Edhe me i bë rukje me i lezu Kur'an vetës, dhe derisa të me lejtë Zotit shërohet. Por kategoria 2 që është e lejuar është me i marrë sebepet jashtë vetës vetë me shku tek një person i cili është i besueshëm, i cili është profesionist i kësaj lëmie, ban rukje, pra lexon Kur'an, kur themi ban rukje kemi për qëllim leximin e Kur'anit, se ndoshta se din dikush prej besimtarëve, edhe në këtë formë lejohet. Një herë, 2, 3, sepse na kemi raste kur vjen thotë jam kanë 2, 3 herë. Një herë te filani dje kesh te fisteki, mirë, çka dje? Pse erdhe prapë te unë? Po jo mos je më i fortë sa ta mënoj atë që me muskuj. Ajo është kanapton e shejtanit tu. Po zonë më të mirë. Po, s'ka lidhje kjo mesele e ke keq kuptu. Atë ka dhënë terapi, filan hoxha po. Ti çka? Vallahi po pritaj. Anë shko me ilaçet të mjeku, edhe le aty në rafta, po pëton edhe apo shërosh, apo përmirësohet situata jote fizike, që ashtu është edhe nëse nuk i ban. Prandaj, marrja sebepeve, halal, konkretisht të rukja, të shkuarja të hoxhalart, është shumë e nevojshme, e arsyeshme edhe nxisim në të, më u largu prej shirkut, prej magjistarëve të cilët edhe luajnë me ta, edhe stakfirullah, ja marrin pasunin, me shumë amaramense, ku kisha një rast, ja ka lyp 20.000 euro, ja ka marrë 20.000 euro, po ta kthejnë, thojza burrin, që nda i shkretar i burrit, edhe ka 500, 1.000, 2.000, 3.000, në fund ka lyp 10.000 tjera, se ka pa që është bankomata, ja? Atëherë 10.000, kështu me njëherë, kesh e tha këtu tha unë nala hoqë. Alhamdulillah që ka në nalë ma, po balë ma. Nuk është prit momentin. Andaj po, këta lujnë edhe ekonomikisht me ta. Plus edhe, thash edhe imanin, por edhe stakrullajnë të rrezik që edhe mujnë mi marrë në kontrol, ku unë kam pas rast që kam këshillu motra muslimane edhe me i padit në polici rastet saktuara ku ka thonë bjema një foto, bjema një tesh, bjema një ase, bjema një kësia dhe në funi ka thonë skiqare pa dhënë pare, dhe më thonë gjdo muj ka 500, ose ka i qenë varët sa i ka thonë, pra arsye se unë tash kam mjetët tua që unë me këto unë të shkatëraj. A i bëma kje ka rajt. Kam pas rast kur i kam shkruat, i kanë mshel Instagramat, Facebookat, i kanë qel Facebookat tjerë. Pra ndaj mi marë se bepët halal se mës dalin prej temës me botem të rukjes. A reflekton në shtrimi ndaj Allahut në sjelljen dhe raportet e përditshme me njerëzit? Po, patjetër.
Patjetër, një besimtar I cili është I nënshkruar Allahut Azza wa Jalla, e din që halal është halal, haram është haram, I di kufit e Zotit, do të sillet mirë me të tjerët. E di që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Gjibraili ka vazhduar me më këshillu për komshiun derisa mendova që do ta bëj trashëguesën pasurinë time. Pra kujdeset për komshiun, s'ka besu askush prej jush ai cili nuk e respekton mysafirin, ndalohet hudhja mbeturinave në rrugë, nuk është prej nesh ai cili na mashtron neve, largimi I pengesës nga rruga është pjesë e imanit, turpi është pjesë e imanit, ulja e shikimit është pjesë e moralit, besimtari nalet te kufit e Zotit, nuk I tejkalon ato, besimtari nuk I afrohet amoralitetit. Të gjitha këto çka reflektojnë? Gjitha këto kanë këto nënshtrime ndaj Zotit, bismillah. Këto nënshtrime ndaj Zotit kanë me reflektuar detyrimisht që besimtari më bë më I sjellshëm me komshin, më I sjellshëm me dajën, me kushërinin, me ato me këto. Kam ia dhënë hakin gjithë secilit. Na nuk po themi tash me shkatru veten, a? Me shkatru veten të ngajt mas ti mas atij. Jo, gjithë secilit jepja hakun atë sa meriton. Kështu ka thënë pejgamberi sa wa a'ti kulli dhi haqqin haqqa. Debati mes Abu Derdas dhe Salman Farisiut, ku domethënë ka bëj ibadet Abu Derdai non-stop, edhe pastaj kanë shkuar dhe janë ankuar te pejgamberi alayhis salam. Në momentin që I kuptojmë këto gjëra, përmes të nështrimit ndaj Zotit, na kemë qenë edhe komshi më të mirë, edhe punëtor më të mirë, edhe shefa më të mirë, se dim që punëtori duhet më ia dhon hakin, punëtori duhet më ia dhon firmës hakin ku po punon, me fitu më halal. Atje mësuesin e respekton mësuesin e fëmisë. Nuk I thot mësuesit mos guxo me ma prek fëmin ose me mi bërtit sa ditë çka të bëj unë. Jo. Nuk I bën këtë. Prandaj në parim një besimtar që është nënshtruar Allahut Azza wa Jall, ai duhet të më kon shembulltyr në të gjitha aspektet. Por mund mu dallu në një aspekt ndaj tjetrit se na nuk ke mundësi mu kon 100% në të gjitha drejtimet, por domethënë mundohemi gjithë secili ato bazat I kemi të shëndosha, duhet I kemi të gjithë, pastaj gjithë secili dallohet edhe zatën edhe ibadetet, edhe sahabët nuk janë kon të gjithë në të gjitha ibadetet. Njëri kon në namaz, tjetri në xhihad, tjetri në lexim të Kuranit, tjetri në xherem etj, po e rëndësishme kretin kon ato bazat I kanë pas të shëndosha. Për fund, pse zemra nuk gjen qetësi tjetër përveç se me përmendjen e Allahut xhaleshanu? Po për arsye se e do Zotin. Është e krijuar për të. Dikush unë nuk e kam provuar, ata kam lexuar, elhamdulillah se kam provuar. Kam lexuar që kur dikush e don në famën ose në diçka, I shkon mani ata jo. E këshirë në surat ato tash, përpara nëse ka qenë një letër, ka nejtë veç të përmend emrin e saj. Pse o, filan, jam sprovu, thot. Prandaj edhe ai Mejnun Leila, ai I çmendur I mas Leilës që kon ajo histori është histori që ai ka do që ka shku dhe më thonë, e ka përmend të dashurën e vetë, që ato e ka gjetë qetësinë. Po një zemrë se la do Allahun Azza wa Jall. Pasha Zotin, ka me gjetë qetësinë e përmendjen Allahut. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, kur thot hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wala quwwata illa billah. Kur thot namaz Allahu akbar, kur thot alhamdulillahi rabbil alamin, kur thot سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. نسجد سجد وجهي للذي خلقه وصوره. كران سجد فتورة ياما أتي كران سجد سله كذان كت فيزيونومي إذا كريوتا الله تكون فلندريم سبساشت الله شبيكسي vetëm absolut më I miri s'ka tjetër. Tash kur I bën gjithashtu, çfarë qetësie ka me gjetë zemra? Tu e përmend ato që don më shumë ti. Ai I cili ta ka dhënë jetën, ti jep frymëmarrje, ai ta ka garantuar xhenetin. Ai të ka dhënë sy, veshët, truë, mendje, zemër, gjuhë, për me përmend Allahun Azza wa Jall. Mos me gjetë qetësi, tu e përmend Zotin, ku ki me gjetë qetësi tjetër? Prandaj është problemi I njerëzve të cilët na thonë neve, s'po kam ku me hub kohën, shme kalu po mërzitem. Ulemat e moqëm kur I kanë thonë, po es vetëm në rrugë, thonë po, natën, nuk të dikun. A nuk po tutush, po ka thonë unë jam Allahun. Unë jam me Zotin. Ka gjetë njeri më kanë menet. Unë e shaf njeri cili po vjen I ditë në kafe njoni, veç po sillet. Ka bo 70 vjetë, penzioner. Po mëdhimet gjende ati askan nuk e ka në familje, djemë në për gurbeta, ka me vetë. Që tha veç dole me up kohën. Ata hem një kshilë. Bënd të spe. Po ecësh të ditën, hajde në xhami, fale namazin. Po, namazin jo,
tespe jo. Çu kemi kalu jetën, ditën, çu kemi kalu. Prandaj njeriu gjan qetësi edhe nëse është i vetmuar. Unë di njeriu i cili me përmendet Allahu të xhelal përmend shumë Zotin. Unë di njeriu i cili 10.000 herë në ditë thot astaghfirullah wa atubu ilay. 1.000 herë thot la hawla wala quwwata illa billah. 200-300 herë la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me 100 herë pastaj dhikra tjera të caktuara. Di persona që Allahu xhaleshani ju ka dhënë bereqet, ju ka dhënë fuqi, ju ka dhënë shnet. Bile këta persona që përmendin shumë edhe gjojnë qetësi me përmendjen e Zotit, edhe kënaqen, këta edhe kanë sukses në jetën e tyre. Edhe Allahu i orienton mos me bë gabim, por me shku sakt. Edhe çka është interesant, flan pak, punojnë shumë. Ka bereqet, nuk flan shumë. Pashallah, ndi njerëz të cilët me 3-4 orë. Ulemat i ke pas, Shebi Mazin rahmetullahi alejhi përpara pasaj të tjerë që ulemat të tjerë dhe sot në ditë ka 4-5 orë, 5-6 orë. Pse? Shumë e përmendin Zotin, shumë bojnë dhikr. Përmendja Allahut e qetëson zemrën. Andaj nëse nuk gjajmë qetësinë në përmendjen e Allahut, keni ma gjetë. Unë për shembull këshilloj veten edhe juve që kur jemi në përudhime sa në vend, ta shfrytëzojmë me dhikr. Pa tham këto një gjaba, tham, ka pas rast kur kam pas makina, e kom këput radion, e kom hek telet, mos me funksionu, se të mashtron. Një program qoftë edhe halal. Një ilahi, një diçka njëse, ban dhikr. Sidomos, ata që kanë udhëtimet gjata vetë, ata që përrujnë me postat, shpejta, nëse ata kanë me folë me thjenë në telefon se në ndëgjojnë të ashtë të hoqën a pas ka përmen, ose ata që dërgojnë malë për një qytetin tjetër, bani dhikr. Përmendeni Allahun, i nënshtroni dhe ju qetësohet zemra me përmendjen e Allahut. Pasha Zotin, monal, me një tërtë pëshall me shkuherët në saban xhami, ose për akşamit me nejt denjasi, me lanë veç një dritë vogël në xhami, ndez me përjetu atë qetësinë, edhe me thonë, ja Allah, alhamdulillah që më ke kriju, më ke bë musliman. Mja bani sejdë Zotit ekstra, veç për pikë qefit, që të ka bë musliman Allahu. Me përmend Zotin për akşamit denjasi, kur gjë nuk është. Po do të thonë nuk është kur gjë, kohë me marrë, se është e vlefshme sa dush. Andaj, këshilloj veten time që një prej formave të nënshtrimin te Allahu është edhe përmendja e tij sa më shumë. Hoq, faleminderit shumë, Allahu të shpërbleft, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe prej te Islam, edhe prej televizionistëve, Zoti ju bekoft, ju nderoft, ju rujt, edhe ju gradoft. Allahumma amin. Inshallah. Amin. Ka që ishte për sot, shihemi herave tjera.